Janë me qindra dhe mira ndërkohë vizitorët që kanë bëritur në qytetin e Florës që prej orëve të para të mëngjesit. Kryesisht qytetarë nga Kosova, Maqedonia, por edhe nga treva të tjera shqiptarëse, si edhe nga qytete të ndryshme të vendit. Vlora u kthye në arenë feste. Mira shqiptarë janë bashkuar në shesh. Kanë ardhur nga 4 anët e botës për të kremtuar 100 vjetorin e pavarësisë. Shumë e bukur është knatësi që t'jesh në 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë. E kam gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë. Drejt qytetit të flamurit kanë udhëtuar njëri pas tjetrit drejtues të lartë të politikës shqiptare, akademik dhe shtetar. Qytetarët janë të emocionuar. Jemi edhe 2 herë të gëzuar që 100 vjetori ishte fati që na kapin të para tanë vënë themelët, 100 vjetorin për gëzojmë ne. Jemi grup asambleist nga komuna Frizajt, më mirë, ma nuk ka se si organizimi duke shumë i mirë. Kemi erdhur special për 100 vjetorin e pavarësisë, atmosfera e mrekullueshme, s'ka komplimente më të mira që t'japësh për këtë. Vlora për 2 ditë me radhë do t'i ofrojë pjesëmarrësve aktivitete të ndryshme kulturore dhe historike.